Përshëndetje miq, dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një baba, në fakt që është braktisur nga partnerja e tij, dhe do të reagoj ditën e sotme sepse ka dëgjuar partnerin e ish gruas përpara disa ditëve kur rrëfeu një histori të dhimbshme. Bëhet fjalë për Kaloshin, dashur miq, njëri i cili hyri live me Odetën, me mua këtu në këtë dritare nga Kosova dhe tregoi se partnerja e tij e kishte braktisur, e kishte tradhtuar duke i lënë 2 fëmijë në shtëpi dhe mbi të gjitha edhe djalin nga martesa e parë dhe ai e kërkonte. Ndërkohë, për gjithë ata që nuk më kanë ndjekur kur Kaloshi ka qenë me mua dhe ka kërkuar ndihmë për gjetjen e gruas duke përcjell edhe një mesazh të fortë për të, e ndjekim të shortë të shkurtër dhe rikthehemi. Para disa koshe ka bo një gabim edhe nga që ja kam falë, unë ndjike kesh ndaj meje. Ja fala për atër të fëmijëve të sketë të fëmijëve vetë, nuk ndjike mirë me mu, ndjike kesh me nëjtë me ti, sepse i e djali drejtë, të me thonë trastore e këshone. Po s'ka gjoni të ose kemi fëmijë bashkë edhe nuk do të fugi se edhe nëna i fëmijëve. Mu nuk më intereson se ku ka i ka shtek, mu më intereson si është kontakti i fëmijëve. Tashim problemi është edhe ki tjetri. Se mu ma la dhe djelin e vetë që se ka me mu ma la muhe. Që e tha te baba e vetë, thash, po nuk ka të tesh me djali, thash me shkuve, tha që e me zërt. E kam qu djalin të qajtit të vajtu e kam quhe. Po të shika të rastu, ka marru dashërijet, pak të në fmit mos t'i fuge për një burë. I volja 3 vjeq, i madhja 4 vjeq. Besa i kam një qovat e nana në kus, i kam quhe ato, thjesht kur i kam du djali para bët, sa i ke marrë dhe mamina. Jo, papi, tash, se mami tash anë gjumë të shpija, tash për ka marrë papi t'ju shok. Jo më preki shumë muhe. E dëgjuam Kaloshin, i cili bëri një thirrje për ish gruan, jo që ajo të rikthehet sepse ai e do apo do ta fali, por për hir të fëmijëve. Ndërkohë Kaloshi tregoi se kishte sakrifikuar shumë për këtë grua. Ai kishte dalë në mbrojtje të saj kur ajo ishte ndarë me burrin e parë dhe ky fundit kishte tentuar ta gjuante me armë Kaloshin. Por çfarë ka thënë konkretisht Kaloshi për burrin e parë të partneres së tij, ndjekim dhe këtë short. Probleme tjera ka pas kjo, kur e kam marrë une. Edhe unë i kam dojë zot për çdo sen, i kam dojë në krap për çdo sen. Për ta mbrojtur. Për ta mbrojtur. E din një kuk skret, se të kretë kukës janë dhe kretë kukës që e dinë se që ka nënë atë ditë me muhe. Me burin e parë, dhe sa i ka angër burgi shkretje për këtë punë se kjo e mori në qatë. Unë e foli që është e drejta. Ajo shia që i iki edhe këtije, i patike patar të une. A i ka pas drejtën e vetë, o se na vërbëj njeve dashuri, ja na vërbëj, pa i kish drejtën e vetë. Unë i kam palon drejtë plotësisht atije. A i erdh me vrohe, qiti gjujti, ato pluma kanë kalu në trup tem, janë trup të asaj. Po i bani burgin, e ka kry burgin, a i ka punë të rëzgji, unë e kër fola me ta, sa shqyqyrë zoti, tha unë e kam shtusa për saj. Kaloshi foli për Dorianin, Dorian quhet burri i parë i partneres së tij, i cili e ka ndjekur këtë live dhe kërkon që ditën e sotme të reagojë për të rrëfyer një tjetër version, duke pretenduar se Kaloshi ka gënjur dhe nuk ka treguar të vërtetën. Ai ka qenë shoku i ngushtë i tij dhe ky mori gruan nga shtëpia dhe u largua dhe prandaj ngjarja shkoi deri në ekstrem sa Doriani mori armën dhe i përndoqi. Por çfarë ka ndodhur në të gjithë këtë histori? Këto janë histori reale të vërteta, ndonjëherë duken sikur janë film, është një dram, po shikojmë një film, por janë histori reale, janë histori shqiptare të ndodhura në familjet shqiptare. Shumë kush nga ju më pyet që a janë të vërteta këtë histori, të gjitha personazhet janë me fytyrë, me zë dhe historitë janë të vërteta. Dhe Doriani sot pa dorashka do na rrëfej çfarë ndodhi me gruan e tij të parë dhe pse ai tentoi dhe pse sot është bërë pishman, sigurisht sepse bëri burg dhe është penduar për veprimin, por pse ai mori armën dhe i përndoqi të dy. Kështu që hap dritaren dhe ftoj menjëherë Dorianin. Dori, përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt e lexova mesazhin që më dërgove, reagove pasi pe personin me emrin Kalosh, realisht ka marrë gruan tënde. Ish gruan tënde. Ai ka marrë, akoma është gruaja ime. Ajo është në kunor me mu. Akoma është gruaja ime, ajo ka 3 fëmijë. Jo një, me mu. Njëri më ka lënë 5 vjeçe,
tjetër më kalon. 3 vjetë se kanë 12. Por se djalin më kalon 1 vjeç. Unë e atë djalë e kom pasrit vetën në moshën. Por pse, ke 3 fëmijë gruan? Ka 3 fëmijë në mu. Ka 2 goca, 1 qun. Nuk e dija se Kaloshi ka thënë vetëm për një djalë, atë që ka rritur Kaloshi. Historia është ndryshe, të tërgojnë histori. Po. Kjo kështu ma ka bone mu. Me tjetër njeri, shkova e mora, edhe madhe tjetrin që nuk bona, këqyrë zotit bona ka bim se do pisha burg shumë madhe rap. Ka tentuën ajo, ka ikën e ma për para. E ja fala, në unë atër shmive ja fala. Më lijon të bëj pyetje, Dori? Po. Dori, sa vjetë që i martuar ti me zonjën në fjalë, nënën e 3 fëmijëve të tu? Unë e gjidin e ka morë 14 vjeqe. O, sa të vogël. Unë kom qenë 19 vjeqë, ku jam martu me gjidin. Unë më vti që i daj. Po. Ato kishin qenë të shkujtë unë s'disha gjo. Ja kapa mesazhet në telefon. Ja kapa që unë nuk jam një fjallë i dhumë shumë që ti rrath femnat kur një jetën time, e unë jam se unë kam martes tjetër, tani kam prap një djalë. Me jeta keshe, e qartë. Pa, e në... Atëherë më ka detyru që ti vesh atë dorë, sepse nuk e përnote, mi lexo thash ti me gojën tade, se unë s'kam shkollë, nuk di të lexoj. Mi lexo thash ti me gojën tade, po mu mi lexoj goca. Pas sa vitesh martes të tradhoj për herë të parë që ti e zvulove? Po, ka qenë, të kishim pagen 10 vjetë martes. Pas 10 viteve martes, ajo të tradhoj dhe ti i kape mesazhet. Po, i kapa mesazhet, e në unë mi falë, si që i ka hikti tani, mi kalonë në mu, 3 fëmijë. Por të lutem, mund të më tregosh vajzat i lexoj mesazhet se është e rëndë. Vajza në vitezor që vajzat mi lexote mesazhet. Dhe çfarë? Po unë nuk isha të lexore, se shokve nuk ja isha dot se në vitezor. Por çfarë shkruhesh në ato mesazhe? Aty lloj gjonash. Pa fund, mesazhe pa fund. Por pse nuk u ndave? Por mendove ta falje për hir të fëmijëve? Nuk u ndave, mora, u bashkuam prap. Pas sa kohëve kjo iku prap me këtë. Atëherë ma solli qumshin e nonës tu, se unë... Atëherë bona atë gabim. Ato mirë që futën... Ndalimi pak të lutem, ajo u dashurua me Kaloshin. Po. Dhe ishte e martuar me ty. Ka ikur nga shtëpia jote, çfarë ndodhi? Mund të ma tregosh këtë ngjarje? Kështu që ti ka hikti tani, ashtu nga hiki në mu. I la të 3 fëmijët në shtëpi dhe iku. Mi kalon të 3, ka qenë bilen e nona vetë gjallë ku mi kalon mu. Se nona vetë ka 3 vjeç i ka vdek. Mi kalon mu, ka qenë e nona vetë gjallë. Shkova e shpia, mi kalun grejtë ka gjumi, shop nuk është. Jo, me morën telefon, me morën nga puna ku punote, nuk është gjita ta ka hik. Ti i që ti bëjtë shumë, o ta maj me zorë të. Jo, me zorë gruaja nuk mbash, gruaja do të iki, lë të ikit, u dhe mbarë thuet, por ti Dori, ç'pun kishe me Kaloshin që ke tentuar ta vrasësh, ta gjuash me plumë? Kaloshin më në kom pas shok. Pse Kaloshi ka qenë shoku jo t'i ngushtë? Shoku imi ngushtë, kishte hyrë dalje në shkritime. Nuk ka shpegoj mirë mërëm Kalosh. E në Kaloshi më boni ma ngulli thike ma shpine. Mu kjo më vidi i not, jo për gru, se gra ka sa dush. Ka plot. Kjo më vidi i not, sepse me ngull thike ma shpine, në unë e bona një gjest tjetë. E bona. Ato shqyqysh zotit nuk shpetun. Nuk i kapi gjo, se do kësha kalbe në vetën time. Do kësha kalbe. Po si që Kaloshi të fmit, da 3 vjeç, nga 4 vjeç ashtu mi kalon në mu. E ne, për kundrazi ato ka netën e panonën e papapën. 2 gocët e mija i ka rrit nona ime. Unë ja kom unë, se s'deshin me e majtë. Ja kom unë, se ishte i vogël, nuk e masha dot. Kurse gocat pakten i madhe nona ime, se 3 si madhe dot. E qartë, dhe më vjen keq për gjithë ngjarje. I dashur Dori,
Ti si e mësove, ajo të tha vetë që jam e dashuruar me shokun tënd dhe do iki me të dhe le të themi i përndoqe ti ata? I kava mesazhin unë. E ne e disha se ku ka ik. E disha sigur që ku ka ik. Ku i gjete? Ke shtëpia, kishin marrë shtëpi me qera, atje në Kukës i shkova. Unë rrim Tiranë. I shkove në Kukës, i trokite në derë? I trokita më derë, e ne e bona atë gjës. Mirë që e bona atë, po më bonin e dhe mësim për sikur unë e kam shfrytzu atë. Në të shkuptime ke shfrytzuar? Sikur e kam qu me tjerë. Wow. Bonin e për shfrytzim, për stëdicioni. Që vetëm ajo e kishe nenin 7 dhe 15 vjetë. E kishe nenin për mu bo. Pastaj, ngellja e mbajtje pa lejen e kanosi. A e mbajtje e panove se ishte i gjithë që e bona. U dënove me sa? Mu me dënun 5 vjetë. Më dënun, atë tjetër ma ollu gjykata poshtë, sepse s'kishte asfalte, as prova, as i gjohë, se ishte e vërtet, se po t'kisha bot punë, do t'kisha lek. Pra, nga i moment, le të themi, që ti tentove që falë Zoti është mbyllur ngjarja pa viktima se do ishe në burg dhe do shkatroje edhe jetën tënde, një grua që tradhton. I kam shkatruar, unë 18 muaj kom lek pa i pa fëmijët në sy, 18 muaj. Jo kam qenë se unë e kam bo para burgimin Kukës. Por për fëmijët kush u kujdes në atë kohë kur ti qëndrove? Në ato kohë i ka majt nusja me këte. Në ato kohë, ishin gocët e vogla. Në ato kohë. 3 muaj pa u liru nga burgu, i kam thënë plagë e sikmi me gocët, se ato janë goca, nuk mi ka gjo mu. Pra, 5 vite që ti ke qenë në burg, fëmijët i ka rritur nëna me kaloshin, me partnerin. Jo 5 vjetë. Një 4 vjetë e pak i ka majt. As 4 vjetë, janë 3 vjetë e pak se mora ne falje, mora ne gjona, më këpton? Po, Ishë briti gjukata vetë, se i kisha sjedjet mirë. Isha në punë, mora e në ullje nga puna. dhe përpara se të dilje nga burgu i thënë nënës tënde që të merrte vajzat i silte në shtëpi. Tash po, shkomi me gocat, tash mi bjerë shtëpia. Atëherë në ato kohë mi fjalë, atëherë në ato kohë kam fillu kom bo takimet me fëmijët e mi, se unë nuk i kom bo, sa kanë qenë më atë, s'kom bo takime me fëmijët e mi. Unë sot e kësaj dite jam shmuar, vetëm nga pasojat asaj. Sa vjeç janë fëmijët, Dori? Unë tani gocën e madhe kam 17 vjeçe, kurse tjetrën e kam 14. Por djali? Djalin e kam tani i bon 11 vjeç, tani në 10 orë. Djali ka ardhur tani në shtëpinë tënde, Kaloshi më tha që... Djalin e kam unë, me morim telefon, kam shku e kam marrë. Kam shku e kam marrë, se ajo fëmija ime, sa t'jem gjallë unë, nuk i lip. Pavarësisht ajo është mësu më ato, është rrit më ato, ajo është fëmija ime, o gjallu im. Si ka reaguar djali këto ditë që ka qenë në shtëpinë tënde? Mirë, jo, mirë vetëm se ajo është qik mi stres me tonë drejnë, është i levis shumë. E ne kam frikë se më delë në rrugë, se unë rrim Tiranë, të delë me kalamaj të lagje, ma shtyp në magine, i kam thonë mos më ditë rrugëve. Por me motrat, si ka komunikimin? Me motrat e veta kalon mire, me të qëtë e dyja. Sepse ai është rritur gjithmonë me nënën, prandaj po të them kjo distanca me ty dhe me motrat. Ai atë e kam shku e kam marrë se kam nda nga vetja. E kam bashku me motrat e veta. Ai ka shnejt e na nej, ka nejt e ne kënej. E qartë, e kuptova, pra kur ti dole nga burgu dhe more vajzat, ke pasur kontakte të vazhdueshme dhe me djalin. Po. I dashur Dori, sa vite ke që i ndarë fizikisht me nënën e fëmijëve? Sa vite u bë? Unë kam gati 10 vjetë që jam ndava dhe. Po mirë, më të bëj një pyetje unë. Po. Po divorcin pse nuk e ke bërë? Sepse fëmijët e Kaloshit janë regjistruar tek ty. Dëgjoj. I futa letët për divorc. I kena bo 2 seanca. Ajo boni një fëmijë. Po, me Kaloshin. Mine parë, o analu gjyqi, sepse Kaloshin fëmijët automatikisht qipe me.
Po, patjetër, ajo është e martuar me ty dhe automatikisht regjistrojë në trungun tënd familjar. Ene, tani, shko bom sa anën e dytë, ajo boni prap një tjetër. Derisa i tha në gjyqtarja, i tha, po t'ishtë me gotë s'pas ke pun tjetër, vetëm të pjellë fëmidha. Ene, ngeti këshu, të shi unë nuk kam një oqa ka regjistri im, ja kom që është akoma letrat e mia, unë ta që certifikatën e trungut familjar. Që e kam marrë, se e kam marrë për emrajnë, se e kalosha në Kosovë, se atje rritin ona vetë. Po. E kam marrë, edhe akoma janë regjistri tim fëmijët asaj. Po pra, se duhet të bësh divorci. Po pra, po ne pse unë e kom heq njonin me ADN, se kështu është si procedurë. Po, kaloshi për të njohur atësinë e fëmijëve të tij duhet të bëj analizën e ADN-s dhe me fëmijën e parë ka bërë. Po. E ne para ca ditëve që isha në Kosovë, para se të ndodhte kjo, që e takova, që e kisha qunin këtu shkova e qova qunin. I thash, mere, bo leget ish kunoren, se unë nuk kam të rezlista, bo shmi thash ti, bimë rapa unë, s'kam të rezli. Se nuk kam halët e mija, kam problemet e mija dhe. I dashur Dori, kaloshi di e pranoj që unë i kam rënë më qaftë Dorit, ai ka pasur të drejtën e tij, dashuria na verboi syt, unë gabova, besoj e ke dëgjuar deri në fund videon. Dëgjoj. Kaloshi thonë për gjosha, nuk po t'i thotë të gjithat, mu nuk m'intereson mua jo pjesë, unë kam familje tjetër. E nuk kam qef me prish familjen tjetër. Unë desha t'i bëshë dhe në tim, bile më tha nuse që kam të intereson, për qarë këtë t'i bëshë dhe në tim. Tëpse, e ne mu mi kalon shumë. Për t'ja bësh gropën dikujt, do t'a bëj gropën dikush. Si që rritën, fëmijët e mi kështu i danë këto tjere. A janë gjinoh fëmijët e mi, di se sa vjeqe janë martu fëmijët e mi. Për qarë. Për pasoja pra, se kur kom dalu nga burgu e kom qetë gocën 12 vjeqe. Pse vajzat janë të martuara tani? Sa, goca ime o martu 12 vjeqe. Për qarë. Po nona e mbledh fëmi. Nuk e mbledh baba. A i lanë e pa nonën e pa babën. Kushtë ato të pakën e kanë babën e vetë. Kushtë a i lanë e pa babën. Dori, kur ti dole nga burgu dhe u riktheve në familje me vajzat dhe kishe kontakt me ish gruan për hir të djalit, ke folur me kaloshin me shokun tënd të ngushtë për gjatë këtyre viteve? Jo, unë nuk më fol me kaloshin se nuk më ka interesu mua me fol me kaloshin se të po pas fol me ish nusën time, po që përit mirë, asaj. E ne me djalin nuk fol që rallë shumë. Po që, sa s'ka pas telefon vetë, ka që nivojnë, unë fol që shumë rallë. Se kaloshi tha që unë kam pasur kontakte të rregullta me burrin e parë, për djalin që fliste në telefon. Polqa, po i kom pas shumë rallë, i kom pas se ka që nivojnë, kurse tani që ka telefonin e vetë, kom fol rregullisht me djalin. Jam shumë kurioze të di, kur ti dole nga burgu si u soll kaloshi dhe ish gruaja me ju? Nuk kom pas më, unë grunë, madhe kom pas shpesh kontakte puna fëmijët, asë i gjotë jetë. Po vajzat, si kam pasur raportin me nënën kur ajo iku dhe i braktisi? Vajza madhe nuk ashtu fare. Ajo i din më betet, ajo ka qenë madhe i ka vi kupton. Pse, vajza e madhe nuk ka kontakte fare me... Fare. Ta pas, po i ka shkëput. Por vajza tjetër? Vajza tjetër, normal që e ka nonë e dunë, është nona vetë. Kush është e i fëmi që e flak nonë në vetë? Ma më vjen shumë keq. Sa do, ja, afër tjetë me babën, nona është nonë. Dori, por djali e kërkon t'i ëmën? Jo, për të shti, a i ka fillu kuptondën, e në të rritë për ditë, do kuptoj e në ma shumë, do kuptoj. E do i kuptoj gjohët, ajo nuk ka të tërë, ja mori këtyre në gjithë. Pasi ndodhi kjo ngjarje që braktisi dhe fëmijën nga bashkëtesa e dytë, nuk të ka telefonuar Dori për djalin këto ditë?
Jo. Fare. Fare. Dori, më thë që jam martuar dhe ke sjell në jetë një djalë. Po mirë, djalin nuk e ke regjistruar, atësi nuk ja nje, domethënë ti ban atësi fëmijët e Kaloshit dhe djalin tënd e ke pa atësi. Djalin tim e kam atësin time, e kam qipër nusët, e kam trungundi. Po pra, pse nuk i bëni këto të shkreta dokumenta që ju bëjnë çorap dhe ju ngatërrojnë? Është shumë e rëndësishme. Këto gjona bëhen me lek, me të diun. Po sigurisht që bëjnë me lek, se do marrësh një avokat dhe është e kushme. Unë si kam pas punët mirë, se unë jam me probleme në zemër. O, të shkuara. E në nuk i kam pas punët mirë. Kam bo një ndërhyrë në zemër, e në shkom pas mundësi, me thonë drejtën, që ose edhe unë vetë du të ndajmë nga jo, dhe peme sepse, i ndodhë qar i ndodhë ajo është s'ke unë. Po, a e figuron e martuar me ty, mban mbi emrin tënd? Po, jo, nuk e kam mbi emrin tim, kam mbi emrin e vetë. E vajzërisë. Ja kam lonë mbi emrin e vetë, po kunojën e kam e mu. Asaj, policia e shteti e di shumë mirë që unë kam vite që jom damet, e s'ka që më gjithë, sepse unë kom qenë jom përbalë në gjukatë. Jom përbalë, e ne i di shumë mirë gjohë. Sa ato gjohë nuk i kina si e ka regjistri. Dori, si kanë qenë ato 4 vite burg për ty? Ke vuajtur, besoj, brënda, në atë që i largë fëmijëve, dhe je penduar për veprimin që ke dashur të bëje? Unë nuk pëndoha, po ishte gjohë e kodët, e da? Po me vite i notë, ka jere nuk u pëndosha, me vite i notë, e në psi isha më burë, sepse ndje që jem torturu njërë se si që ka rrita i një vjetë që gjytë, që rriti fëmin tim, e kam rritu në atë, e ne nuk rrisha do të, isha shumë i lidhë me qunë. Nuk rrisha do të, unë një ditë u largosh nga shpia, a i së rritë do të po mu. Ke përjetuar largimin me fëmijët? Nuk rritë do të po mu, nuk rrisha do të largë fëmijëve se isha mësu me fëmijët. E me e kam përjetu shumë keqë, a i burg më ka duk, ato 5 vjetë që kom bo, më ka duk sigur kom bo 15 vjetë. E në gjithë kohën nuk kom një smunë, unë kohën e punit e mora vetën, që ishte punit që do lirosh, atër e kam marrë vetën, se unë kam një problem që kam vite që më nëllë, a e gjohë, as vesëve t'i për i bëj vizita dhe nuk për i gjej do, se qarë është ajo. Por e kam pas shumë dronë, po si i thënë, Zoti është modë të ta. Zoti nuk është mace me të dritë. Zoti ta merë avash avash. Në telefonatën e fundi që kështë realizuar me Kaloshi, i cili tha nuk durova do të lotët e djali dhe u largova kur u shkëputa nga i, në momenti që ta solli djalin ty, ju i kishit thënë që unë kam shpëtuar prej saj, por nëse do, unë të ndihmoj që ta denoncojmë në polici. Në një farë mënyre, shoku që të mori gruan, ti prap kërkove ta ndihmoje në një moment të vështirë. Më bëri përshtypje kjo gjë. Jo, unë bje keq për fëmijët. Nuk e kam shpirtin si që kanë ato. Nuk e kam, unë kam fëmijë vetë. Nuk ka faj fëmijës që arë bërë prindi. E vërtet. E në gjithë pasojat i heqë fëmija. I la fëmija pasojat e prindi. E ke bërë për hir të fëmijëve, e kuptoj. Pastaj, që shkone jo? Qa ti bosh dikuj, do t'a boj dikush? Për ironit fatit, e pranoj dhe vetë Kaloshi. Do t'a boj dikush, qa ti bosh? Unë prapë për kundrës t'i tha qa do t'it një mojun. Qarë do, bile, unë kom shku jom interesu për pasaportën asaj, për nuk t'je jep kush, se nuk janë mo ato ligje që kanë qenë. Nuk t'je jep kush informacion. Po, a i kërkoj të kontrolontes... E kom bo ga atri fëmijës tim. E kom bo. Se më tha, moj quni 2-3 në telefon, a shkove mave pyte? E qartë. Shkova pyte aty nuk më dha kush informacion. Po pra, sa është moshë madhore dhe s'mund të verifikosh do sistemi tim s'ka hyra po ka dalë nga Shqipëria dhe nuk dihet se ku mund të ndodhet rrethanat të cilat por është e rëndë. Që ajo ka lënë 3 fëmijë me ty, ka lënë dhe 2 fëmijë të tjerë me Kaloshin. I dashur Dori, fëmijët e tu kanë kontakte me vëllezërit, se i kanë vëllezër ata nga nëna? Ato shkojnë, nuk i kam pengu kurës fëmijët. Bravo. Kurës i kam pengu.
Pavarësisht që më boni mua, jo unë si kam pengu kurrë. Bravo, më vjen mirë, sinqerisht. Si kam ndalu për me nda për nonës vetë. Ajo për kundër si i kam da, unë nuk i kam da. Dhe më vjen mirë, sinqerisht, bravo që dëgjoj fjalë të tilla. I dashur Dori, nëse do kishe përballë Kaloshin, do dohet i thoshe diçka me gjithë atë që dëgjove në live me Odetën? Kaloshi të shikoj punën e vetë, sa ajo që e ka marrë atë rrugë, nuk i kthehet më. Harroj. Edhe mu merdi zorë kur e pashe, e ka buke gjës, i ka që ka dalë aty të e kërku, po nuk i kthehet më. To unë e di se Sharmeni ka ajo, po qënë. Kom jetu 10 vjetë me të. Unë e kam marrë fëmijë, e kam rritë vetë. Unë sot jom 38 vjeqë, ajo 33 vjeqë. 34 vjeqë. E qartë, ke jetuar 10 vite dhe e një, sigurisht, dhe më vjen keq që ajo është larguar në këtë lloj forme dhe partneri e kërkonte në live me Odetën. Urojmë që ajo të reagojë, uroj që të jetë mirë, se mbi të gjitha është grua, është nën, dhe uroj të kthej kokën pas për fëmijët e saj. Është e dhimbshme. Ajo mirë është, po asun të di se ka gajka, ja po të ishte në Tiranë dhe shikoshë, ta shonë. Po varet se uga i ka vetë të di. Varet. O, qa dyshoj unë, me dyshimet e mija, them që në atë gabim që bo njërën e parë, them të mos ka i ka tje, po prapë të më besohet, të më bo shumë vite. I dashur Dori, po nëse do kishe përballë ish gruan, çfarë do i thoshe? Se aty afër ke dhe gruan aktuale që po na dëgjon. E pash një moment që kaloi dhe e përshëndeta. Çfarë do i thoshe? Nënës së fëmijëve të tu, sido që të jetë ajo mbetet nëna e 3 fëmijëve të tu. Është, a qenë në është nëna fëmijëve të mi, nuk më ndryshon. E qartë. S'kam që t'i them asaj, unë e di që kohë i gaj. Ja unë ja kam thonë Kalosh. Si shma ka po mu, më shpit vetë ja honë. A për të bone ty. Gjoje të që është teret. Më duket se kur je i lumtur që ja ka bërë shoku tënë të ngushtë një lloj si ta bëri ty kollaja. Më vjen keq për ato kalamoj. Pra si gjo tjetër. Urojmë që ajo të ndërgjegjësohet, urojmë që ajo ta kthej kokën pas, unë uroj që ajo të më telefonoj, unë kam lënë numrin tim të telefonit, sa herë bëj thirrje, uroj që të jetë mirë, mos ke ndodhur diçka e keqe dhe të bashkohet me fëmijët. Unë të falenderoj Dori që më telefonove dhe të uroj jetë lumtur me bashorten e re dhe je babai i 4 fëmijëve, 2 vajzave dhe 2 çunave, 2 djemve. Me jetë i keq. Dhe një gjë dua të pyes, nëse nëna kthehet dhe të kërkon djalin, nisësh një betejë tashmë ligjore për djalin, s'është 10 vjeç ai, dhe kujdestarin. Ligjotat, djali o mësu me nonën e vetë. Prandaj të pyeta. Po është rrit me nonën e vetë, ene me mu nuk rrit. Kurse vajzat janë rrit me mu, ene nuk e kanë problem për nonën e vetë. Janë rrit me nonën time, nona ime i ka rrit ato. Pra, nëse ajo kthehet dhe kërkon djalin, ti do t'ja japësh. Normal, si a maj do të pse, asa e nuk rri me mu. A e mund vi 3 muj, 1 javë, 2 javë, nuk rri. është mësu me nonën e vetë. Por Kaloshin e kërkon, se edhe me atë është rritur. Rritur, në matë e normal, a e ka rrit, një ka dhe tani, a e ka rrit, nuk e kam rritun. Normal që ndonë që të ri, video mësu me ato kalamojt e tjerë, mësu jo me këto vnej që rri unë. Mësu të mëzijet njëherë me këtë djallë në vogël, është mësu me ato tjerë, është mësu me fëmijët e mi. Me 2 vëllezër nga nëna, e qartë, e kuptoj se atje është rritur në Kosovë dhe është e kuptueshme kjo gjë. Mirë, Dori. Por kjo gjë, mi fjalë, nuk më ka pasbone, denancim për Izaja që ku kam përcitu. Ka shumë gjona o detat, nuk i plas do. Për çfarë të ka denoncuar, s'po të kuptoj, se të denoncoj që re në burg bëre 4 vite për shkak se ke dashur Para se me Ramburg, bile mu më kanë bo në lesë, kur kom hik për Kosovë, kur lirova nga burgu, po, mi flakanova një 3 herë, 4 herë më kanë bo në lesë. Por pse? Më kanë bo,
nga qumë Ferizaj në gjykat. Kam më punë më atë. Pra, që ta kuptoj qartë, në momentin që ajo jetonte me Kaloshi në Ferizaj, të ka denoncuar në policinë e Kosovës. Jo, e ka pas bo ma për para. Po për çfarë? Ma për para, kur ka qenë me mu, sepse se unë një parkohë fillova në o bosha lave, gjelozia normal, se kur e do një person, e ta ngullë thikin ma shpine, e në normal hesë shamate i de. E një fillova o bosha të bade më shpi. Dori ti e ke dhunuar? Njërë mjetën time e kom raftot të ta. Njërë mjetën time. Isha kaq vite martes nuk ishte hongër një shpur. E në atëherë që e rafa, ma solli ke unë, sepse po i thosha, lexoj mesazhet me gojen tate. Momenti që e ka Petrathin. O e i tha, qa ke prime, qa po të mungon? Qa po të mungon? As po të nalej për një shka me vesha. Qa të mungon, thash prime? Dori, ajo të denoncoj atyre ty për dhunë? Për çfarë të denoncoj? Që policia... Duket se për atë, se nuk ma e me se ka shumë vito të ta. Po pra, të ka denoncuar për dhunë, por ti nuk bëre burg për dhunë në familje. Jo, nuk kom bo burg për atë pjesë, sepse nuk ma e me se për qarë ishte, nuk ma e me, me thonë drejnë se ka shumë vite. Ka shumë vite. Dori, por vajzat dhe djali bëhen me gjyshen nga nëna, vajzat? Unë babën se ka. Jo. Unë më rritë bërë pa. Jo prindrit e tu, flasë për prindrit e asaj. Gjyshen nuk e ka nonën, me fjallë nonën e vetë, se ka vdek. Po me gjithë njerëzit e vetë bëhem. Unë akoma me gjithë njerëzit e vetë kom kontakte. Sepse ata nuk e falën veprimin që vajza bërin atë kohë. Ajo ka net gati 5 vjetë pa folë më asni. Kur u nda me ty? është ndavën më. Qa folë asë me motra, asë me vëjzër, asë me asë. Sepse në situatën që ndodhet aktualisht Kaloshi, ka kërkuar ndihmën e tyre, për ata i kanë thënë ne s'dim ku ta kërkojmë. Nuk ka pas fare, sepse odeta ajo ka net ma shumë larg atyne. Nuk ka pas të lidhje më me njerëz, kështu se është bashku. Kur ka qenë me mu, po. Kur ka qenë personalisht me mua e kishte shumë kontakte me njerëzit e vetë, e në shumë ju e dalje. Basi është nda, për me, ajo nuk ka pas ju e dalje mo, i ka pas shumë të ralla. E qartë. I dashur Dori, si e priti bashkëshortja juaj ardhjen e djalit në shtëpi dhe këtë situatë të vështirë, si do që tjetë edhe ajo është nën? Kam bashkëshortën e kam të mirë, nuk ka lidhje, ajo bide për kundër e zje, më thonë ikë me e qunë. Ishti që janë do rritë të tjerë, do rritë dhe nërë. Se nuk kam vetëm u fëmi, ka në nutja. E qartë, e kuptoj. Mirë, unë të uroj jetë, shëndet, se më the vuaj nga zemra dhe më vika kesh, të uroj shëndet. Dori, të uroj jetë, qofshi lumtur me gruan, dhe uroj që ajo ish gruaja juaj të reagoj për fëmijët dhe mos harro të bësh divorcin, të sistemoni dokumentat, sepse mund të sillin jetë fëmijë të tjerë, të regjistrojnë në emrin tënd, ti do lindësh fëmijë të tjerë, duhet të bësh vërtetimin e atësisë, ka plot procedura që do t'ju pengojnë gjatë jetës, ndaj është e rëndësishme që fëmijët të kenë atësinë e tyre. Nuk e di o deta, unë i bëj thirrje asaj, ajo të di të heqi konorin, të bëj qardet, mu shqyqyr që mu ka heq qave. Të kyrë zotit, se do kisha bën e gabim që unë do kisha dal kur nga e rrugë. Të kyrë zotit. Më vjen mirë që e ke kuptuar. Dhe më vjen mirë që e ke kuptuar dhe e penduar për atë veprim, sepse askush s'duhet të ngreja armën dikujt. Fundja nuk ishte prona jote. Nuk të donte më të tradhoj, u dhe mbar të vazhdonte jetën. Ti sot ke gruan e dytë, jeton i lumtur, jeta vazhdon. Dori, çfarëdo që mund të ndodhi në jetë, vazhdon jeta. Jo mu të dha. Jo mu. Unë nuk e kam problem ta çka gra plot. Nuk është shujt bota për gra. Po pra po, sikur edhe kundërta, prandaj po të them se cili... Se bon fëmi? Se i merë fëmit në qafë? Mia do të dy prindit. Këtu bje dakord me ty.
Fëmijët janë të pafajshëm. Se i merr ti fëmijët në qafë, kur e ke mend mos me jetu me një person, mos bë fëmijë. Tjerët po i kërkoj me qëri o deta, që jep zoti mo. E qartë. Ty po t'i jep. Po t'i jep, pas po t'i mi majtë. Ose a i ke, po me hemova në fëmijë, se janë gjinova të kalamoj, nuk din gjo. Urojmë që ajo të dërgjesoj dhe ta kuptoj çfarë po bën, se nuk është kjo jeta. Martohu me një, bashkëto me një, lind 3 fëmijë me të parin, lind 2 fëmijë me të dytin, braktisi 5 fëmijë dhe të ikësh është e rëndë. Por uroj. Mirë, Dori. Unë i kam botë në nëncimin në ato kohë. Por jam mund taj ka burgu për këtë gjone, i kam botë në nëncimin, së m'ka morë kush parasysh, as për bazë jo. Ti e ke denoncuar për braktisje fëmijësh. Po, së m'ka morë kush, e ne që pse, kete quni që ja kam lonë aty në ato e kaloshin starë deshin për Kosovë. Pa prokurën tënde. Pa prokurën time. E qartë. I kam bonë së m'ka morë kush për bazë. Fatkeqësisht, ndodh kjo, nuk e as i pari as i fundit që fëmija kalon me prokur falsa apo pa prokur, ndodh. Mirë, Dori, do mbetemi në kontakt dhe të falenderoj, Dori. Të përshëndes. Falenderit, mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që nëna e 5 fëmijëve të na ndjeki ditën e sotme, të 2 partnerët e saj, si i pari Doriani, por edhe Kaloshi kanë qenë këtu në live me Odetën. Uroj që ajo të reagoj dhe të më telefonoj dhe mbi të gjitha të kthehet tek fëmijët e saj. Ju falenderoj dhe juve miq që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite jam live me këto histori të vërteta. Faleminderit deri takohemi nesër. Mirupafshim.